Arka me peshk e Rovenës dhe 50 milion euro të Belindës, 2 gra, 2 peshore drejtësie. Në Shqipëri, drejtësia shpesh nuk vendoset sipas ligjit, por sipas pushtetit. Kur pushteti vendos të mbrojë dikë, shpik si mburoi edhe gjinin. Të mos arrestohet është grua, dëgjohet të thuhet sot për Belinda Ballukun, por kur në vend të saj ishte Rovena Voda, askush nuk e tha këtë. Të dyja janë gra, të dyja zyrtare, të dyja të akuzuara nga drejtësia, por njëra s'kishte mburoj politike, tjetra po. Njëra u dënua për një ark me peshk, disa dhurata simbolike dhe një celular, tjetra akuzohet për një aferë që peshon 50 milion euro dhe ende shkon çdo mëngjes në zyrë si të mos kishte ndodhur asgjë. Rovena Vodën e shënjestruan shpejt, përgjime, prova, ndalim, dënim me burg. Belinda Ballukun drejtësia shikon nga poshtë me frikë me urdhër, ende nuk e dim. Me frika me urdhër, ende nuk e dim. Spak e ka marrë të pandehur, por nuk e ka pezulluar dhe ky është dallimi mes një punojse të thjeshtë dhe një figure të pushtetit absolut. Ballukun nuk është e akuzuar për një favor të vogël. Dosja e saj përfshin manipulime në tenderin e tunelit të Llogaras, një projekt kolosal me fonde publike prej gati 19 miliard lekësh, ku dyshohet se janë ndryshuar kriteret për të dhënë kompanive të preferuara. Hetimi bëhet fjalë për shtesë abuzive prej 50 milion eurosh për një garë të prishur dhe një fitues të paracaktuar. Megjithatë, ajo vijon të firmos dokumentat, ja urdhra dhe tu udhëheq vartës që vetë janë pjesë e timit. Nëse këtu s'ka konflikt interesi, atëherë çfarë është? Nëse nuk është presion institucional mbi drejtsinë, atëherë çfarë tjetër mund të quhet? Në rastin e Vodës, drejtësia veproi si bisturi. E dyta, Balluku, zonja që luan me miliona euro të buxhetit të shtetit, trajtohet me kujdes si figurë politike rëndësishme. Ky është thelbi i problemit. Në Shqipëri drejtësia nuk mat me ligjin, por me pushtetin. Në çdo vend ku sundon ligji një zyrtar nën akuzë për korrupsion pezullohet me njerë. Këtu një zëvendës kryeministre nën hetim për tendera miliona euro vazhdon të udhëheq ministrin që është objekti i akuzës, dhe ky është rrezik institucional, sepse çdo ditë që Balluku qëndron në detyrë, rrezikohet hetimi, zhduken prova, ndikohen dëshmi. Çdo vonesë e spakut në këtë rast e zhbën besimin që u ndërtua me mund. Drejtësia që ndëshkon të voglin dhe fal të fortin, nuk ngre shtet, rënon besimin. Në një vend normal, një ark me peshk nuk mund të peshojë sa 50 milion, por këtu drejtësia duket se mat me 2 peshore.